Përshëndetje zonja dhe zotërinj, ndjekës të podcastit për më vëdhen. Sot kemi të madhin Arlind Qori në podcastin tim. Arlind, të falenderoj që më ke pranuar ftesën. Unë të falenderoj, po është që ke tepruar ajo madhëria ime, sepse apo ke kështu do shta si pesh, ja. Fatkeqësisht jam i madh. Nuk prish punë, ka rëndësi të kemi zemrën e mirë se të dy një trup kemi, po Fut fare me atë guslave. kuptoj. Atëherë, para se të kalim tek biseda me Arlind Qorin, do doja të përshëndes do të thoja një djalë fisnik, domethënë është Endri Shabani, është një djalë që ka një karakter, mund të jetë djali më i mirë në Shqipëri, domethënë shqiptari, po vetëm kur flen gjumë, domethënë mund të jetë kështu. Edhe besoj që do ta shohësh këtë përshëndetjen time, ta di që të kam shumë gjan, edhe sa herë të shoh më kujton me është një aktore e Hollywoodit, Abela Danger, nuk e di sa njohuri ke për të, por kërkon në rrjetet sociale ose në Safari ku dush dhe do ta njohësh. Endri, atëherë, Arlind, e tha mirë që të falenderoj për pjesëmarrjen. Atëherë, si ka mundësi që populli nuk çohet në këmbë edhe pse Spaku po thret ditë për ditë fytyra të reja, domethënë është po e shikojmë që Spaku nuk po ndalon, veç po thret. Si ka mundësi që nuk ka reagim fare? Tani, ajo që ne dim nga historia dhe nga studimi i shoqërive është që popujt ngrihen në këmbë, vetëm sa askush nuk e parashikon dot datën edhe ditën e ngritjes popullit. Ndoshta populli ka për të ngritur përpara se sa kjo bisedë transmetohet, por ne nuk e dim, domethënë. Ajo që dim është që kriza politike dhe kriza e legitimitetit kësaj qeverie dhe këtij sistemi është në rritje. Institucionet e drejtësisë po e bëjnë punën e tyre dhe po nxjerrin fakte të reja për pjesët më të rëndësishme për bërëse të kësaj qeverie. Kushtet janë, protestat kanë nisur, dy protestat ka organizuar Lëvizja Bashk përpara Kuvendit të Shqipërisë kanë qenë të suksesshme. Ndonse ne kemi pas shumë pak hapësirë mediatike, domethënë pothuajse asnjë televizion nuk e ka dhënë lajmin përpara protestës që do të ketë protestë. Dhe jo janë ndikuar mjaft paktën në rastin e Lëvizjes Bashk që shumë qytetarë mos e dinë që ka protestë. Kjo është e kuptueshme sa kohë qëndrimet tona dhe kritikat tona kanë qenë jo vetëm kundër qeverisë, por kundër krejt sistemit korruptuar politik, kundër oligarkisë ekonomike, e cila kontrollon pjesë më të madhe të televizioneve. Dhe përpasoj, sigurisht që profili i Lëvizjes Bashk në hapësirë mediatike ka qenë shtejet i ulët edhe i kufizuar. Arsye tjera pse shoqëria ende nuk është ngritur masivisht. Unë them ende sepse shoqëria jonë ka treguar në raste tjera, në vitet e shkuara që është ngritur. Kujtoj këtu protestat kundër importit të armëve kimike në Shqipëri ose protestat e mëdha të studentëve të vitit 2018. Mund të jenë një varg faktorësh. Një problem është bie fjala fakti që në vitet e fundit norma e migrimit nga Shqipëria është rritur shumë, sidomos e të rinjve. Dhe të rinjt janë ata që janë të parët që u bashkohen protestave. Në fakultetin kur jam mësim në 2018-ën, klasa ku unë jep jam mësim kishte 100 studentë, dhe ishte plot. Klasa ku unë jam mësim tani ka 10-15 studentë. Një drastike. Që janë të pranishëm, mund të ketë çik më shumë në letra, por realisht ka gjysmën e studentëve që janë të regjistruar, dhe kjo ndodh në shumicën dërmuese të fakulteteve. Pra, fakti që ne kemi më pak të rinj, më pak njerëz që u zjen gjaku për arsye edhe të moshës, por jo vetëm fakultet. Mund ta shpjegoj. Po edhe kudo, edhe në shoqëri, pa diskutim. Unë shoh fakultetin dhe bëj një krahasim, në 2018-ën, kur aktivistët bie fjala hynin nëpër klasa për t'u thënë studentëve që kemi protestë studentore, klasat ishin plot dhe klasat dilin gjithë jashtë, domethënë për të shkuar në protestë. Ndërkohë që sot po të shkosh në një fakultet normal të universiteteve publike shqiptare, do t'i gjesh që ka shumë më tepër banka bosh se sa student. Dhe kjo është ndoshta një nga arsyet madhore të vonesës të këtij reagimi. Gjithsesi prapë në Shqipëri ka njerëz, jo vetëm të pakënaqur, por të revoltuar. Kështu që unë besoj që së shpejti pakënaqësia do të kthehet në padurim për ndryshimin që do donim të gjithë, dhe sigurisht njerëzit do dalin në rrugë. Kam besim për këtë. Inshallah sa më shpejt sepse atëherë Arlind, në këto vitet e fundit sipas teje ka dështuar më shumë qeveria apo opozita? Po sigurisht që ka dështuar më shumë qeveria, sepse qeveria ka përgjegjësi shumë më të mëdha. Do të thënë, qeveria është një, opozitat janë shumë në Shqipëri. Mund të ketë dështuar Partia Demokratike, por Partia Demokratike është një pjesë e opozitës, nuk është gjithë opozita. Lëvizja Bashk është pjesa më e shëndoshë e opozitës, pa pikë diskutimit. Opozita në një vend ka shumë, jo detyrimisht ka një. Sigurisht mund të ketë vende ku opozita është unifikuar, kanë parimet përbashkëta, jo pa diskutim qeveria është një. Nuk themi dot që kemi dy qeveri. Të kuptoj. Shiko, vëre diçka tek televizione, ç'është kjo mania kundër teje që nuk ftohesh. Pra,
E vere tek Lëvizja Bashk është partia e vetëm, si thush, që largohet, nuk merret, nuk ftohet, nuk ka një injorim, le të themi, ka një diçka. Është e kuptueshme. Unë besoj që është rreziku i asaj që përfaqëson Lëvizja Bashk për oligarkët e mediave. Edhe oligarkët në përgjithësi që edhe kur nuk kanë pronësi media, i mbajnë mediat me financime, me subvencione, me paguajnë reklama edhe më të shtrenjta se që kërkon logjika e tregut, dhe është një mënyrë e kompromitimit të mediave kjo gjë. Ftesa për Lëvizjen Bashk në shumë televizione do të ishte si të ftosh atë që do të përmend litarin në shtëpinë e të varurit, sepse ne nuk e kemi fare problem që ta themi të vërtetën dhe kur ajo është e hidhur për ata që na ftojnë. Rasti më emblematik i kësaj ka qenë debati që kam pasur unë si rreth 10-11 muaj më parë me Blendi Fevziu në televizionin Klan. Një diskutim dhe debat që bëri shumë bujë për një arsye shumë thjeshtë. Jo se unë thash një gjë që se kisha thënë më përpara, unë gjërat që i thash në atë emision mund t'i kisha thënë me 10 ose me 100 herë, por fakti që i thash në televizionin ndoshta kryesor të oligarkisë që është TV Klani bashkë me Top Channel, janë 2 televizionet kryesore të oligarkisë ekonomike në Shqipëri, dhe reagimi të jetë anormal edhe i gjindosur i drejtuesit të emisionit e bëri situatën ndezëse, bëri situatën, po themi kështu, shpërthyese, dhe tërhoqi vëmendjen e një pjesë të konsiderueshme të shoqërisë për faktin, për atë të vërtetën bazike që ne themi gjithmonë që ka një trekëndësh që po e mban, po themi, në frena Shqipëri, nuk po e lë të zhvillohet ashtu siç duhet, që është trekëndshëm midis politikës korruptuar, oligarkisë ekonomike dhe krimit organizuar. Zakonisht ata që merren me politikë preferojnë të merren me një ose maksimumi 2 nga elementët e këtij trinomi. Për shembull, opozita e Sali Berishës thotë e ka fajin vetëm Edi Rama. Edi Rama sigurisht fajtori kryesor, por nuk është i vetmi fajtor. Ka problemet më dha lidhja e Edi Ramës, dhe jo vetëm e Edi Ramës, po në përgjithësi e partive politike në Shqipëri, pak në partive të vjetra me krimin organizuar, por mbi gjitha me oligarkinë ekonomike. Nëse do të kuptosh karakterin e një partie, dëgjoj jo vetëm atë çfarë ajo parti thot, po dëgjoj edhe atë çfarë ajo parti nuk thot. Një studiues i ligjërimit politik Shqipëri do të vinte re që Lëvizja Bashk nuk lë gjë pa thënë, kështu që këtë kuptim. Pra po thuaj që çdo media e ndjen rrezikun tuaj. Ndjen rrezikun imediat njëherë, që ne mund t'i prishim punë me pronarin ose me reklamuesit e atij televizioni, ndjen dhe një rrezik në afatgjatë që në rast se Lëvizja Bashk fuqizohet mjaftueshëm, nëse ne kemi në dorë frerët e qeverisjes së vendit, atëherë një infrastrukturë e tërë ekonomike parazitare do të hyjë në krizë edhe do të zhbëhet, sepse mos harroni diçka, një pjesë e ekonomisë së Shqipëri është vërtet jashtë logjikës së një ekonomie të shëndosh tregu, të një ekonomie të shëndosh edhe sociale tregu siç ne aspirojmë. Janë sektorë që dominohen nga monopolistë, edhe monopolisti i keq gjithmonë. Janë sektorë që mbahen me pilula qeveritare, do të thotë mbahen duke dhënë qeveria koncensione ose duke shpallur investitor strategjik, ose duke dhënë leje ndërtimi jashtë çdo logjike të shëndetshme urbanistike. E në këtë sens nuhatet besoj me drejt rreziku për ta nga Lëvizja Bashk, nëse Lëvizja Bashk do të ketë gjërat në dorë, ata nuk do fitojnë në mënyrë kaq të paskrupull dhe mbi gjitha do të japin llogari për çfarë kanë bërë deri më sot. Sigurisht ne nuk kemi ndërmend të zëvendësojmë institucionet e drejtësisë, por nga ana tjetër ne jemi të gatshëm që jo vetëm ta respektojmë maksimalisht pavarësinë e institucioneve të drejtësisë, por edhe të përgjigjemi kërkesave të institucioneve të drejtësisë që ata kanë nevojë për ligje të reja, më të mira, më të forta, edhe për mbështetje sigurisht edhe financiare, për infrastrukturën e hetimeve, edhe të gjithçka tjetër që kërkon çdo proces i duhur gjyqësor. Tepër i qartë. Nëse pra ne jemi në dhjetor të 2025-s, nëse vendi, po marrim shembull, tani fiks në këtë moment që ne po flasim, kalon në zgjedhje të parakoshme, sa sukses do të kishte Lëvizja Bashk? Unë besoj që ne do të kishim rezultat shumë të mirë. Shumë më të mirë se nga 11 maj? Pa diskutim. Dhe kjo nuk është vetëm ndjesia ime në marrëdhëniet me shoqërinë, pra njerëz që takojmë, protestat që bëjmë, impakti që kemi në shoqëri, por kjo ka të bëjë edhe me të dhëna të verifikueshme. Mbi fjala, unë isha kandidat për kryetar bashkie në zgjedhje që do duhet mbaheshin në Tiranë në nëntor, dhe që nuk u mbajtën sepse gjykata kushtetuese, besoj unë, e ndikuar politikisht e ktheu detyrën jo me lije. Dhe
Në një sondazh që u botua në një televizion në Shqipëri, doli që kandidatura ime pa filluar ende fushata zgjedhore në Tiranë kishte tek 12.5%. Do të kujtoj që rezultati më i mirë që ka pasur Lëvizja Bashkë në Bashkinë e Tiranës ka qenë i 2023-shit, kur unë ka marrë 4.78%. Pra, nga 4.78 të 12.5, rritja është gati 3 fish, sigurisht jo 3 fish, por gati 3 fish, dhe mos harro pa filluar ende fushata. Domethënë, pa filluar ende pa filluar loja, si thosh. Pa filluar, si thua, fushata kur ne dalim ditë e natë në terren, ku i bijmë dyerve, ku edhe një pjesë e televizioneve për shkak se je kandidat ndër të paktët për kryetar bashkie janë detyruar të të ftojnë. Kështu që unë besoj që sikur ato zgjedhje të mbaheshin në Tiranë, rezultati ynë kishte për të qenë shumë i mirë. Nuk e kuantifikoj dot, unë di vetëm të marr si pikë referimi sondazhin në fjalë, por kam përshtypjen që ishte goxha i mirë për të mos thënë që mund të kishte edhe surpriza. Gjithsesi, ato zgjedhje nuk u mbajtën dhe një nga arsyet pse nuk u mbajtën, besoj arsyeja kryesore pse nuk u mbajtën është se Edi Rama ka nuhatur peshën që Lëvizja Bashkë ka pasur në Tiranë në ato zgjedhje. Ka luhat rrezik. Dhe sigurisht nëse ti ke një impakt shumë të madh në Tiranë, ajo reflektohet edhe në zona të tjera të Shqipërisë. Kuptoj. Gjatë fushatës pra duke përgatitur për zgjedhjet e 11 majit, cili ishte vendi në Shqipëri që të ka pritur më mirë, le të themi, që ti e ndjer, mund të ketë shumë, po një domethënë që shiko, nga pikpamja elektorale sigurisht që ne në qarkun e Tiranës kemi marrë më shumë vota se kudo tjetër, edhe sigurisht në Bashkinë e Tiranës më shumë vota se diku tjetër. Jo, them nga mikpritje, domethënë mikpritja njerëzve. Pra, nga pikpamja elektorale, Tirana ka pas si qark, ka pas gati 3 fishin e mbështetjes në përqindje gjithmonë. Jo vetëm numër votash, sepse numër votash ka qenë pothuajse gjysma e vota janë marrë në qarkun e Tiranës. Por në përqindje ka qenë rreth 3 fishi çdo, po themi çdo qarku tjetër. Nga pikpamja e mikpritjes na kanë pritur mirë kudo, domethënë, edhe në ç'të themun, edhe në tregun e Kukësit na kanë pritur shumë mirë, edhe në tregun e Divjakës, edhe në ç'të themun, në Shkodër më ka bërë shumë përshtypje kur kemi dalë në rrugët e qytetit nëpër tregje. Vendet ku ne bënim fushat kryesisht kanë qenë tregjet, sepse kanë qenë zona ku ti mund takoj jo vetëm shitësit, tregtarët, por edhe qytetarët. Vendi duhur për të bërë fushat, tregjet, rrugët kryesore, pastaj blloqet e pallateve. Dhe mirë na kanë pritur kudo, domethënë plaç, nuk kanë thënë pothuajse askund, hiç në një, po themi, në incident shumë të rrallë me ndonjërin që mund të jetë duket që është patronazhisti një partie të vjetër ose i shton aty që fillon hedh ndonjë romuz, po kështu nuk kemi pasur probleme pothuajse askund. Qytetarët na kanë mirë pritur, na kanë vlerësuar. Sigurisht vetëm një përqindje e vogël e vlerësimit të shndruar në votë, sepse unë kam një ide sipas cilës vota është si ose raporti midis pëlqimit dhe votës si raporti midis ujit dhe enës që e mban. Pra, shisha nuk mbushet me njëherë, shisha mund të jetë treqereke mbushur si shisha që ka mund dorë tani. Kjo do të thotë që qytetarët simpatizojnë një masë të madhe, por ende, si thua, jo mjaftueshëm që simpatia të kthehet në votë. Kështu që sikur e gjithë simpatia të kthehej në votë për Lëvizjen Bashkë, ne do kishim fituar zgjedhjet, por që simpatia të kthehet në votë duhet çik më shumë besim. Besim jo vetëm tek Lëvizja Bashkë, por besim edhe qytetarit tek vetja dhe qytetarit tek komuniteti, tek ata që e rrethojnë. Dhe detyra një partie si jona është që t'i ndihmojmë qytetarët të arrijnë këtë besim. Duke pasur njeriu më shumë besim tek vetja, e zgjedh të mirën. Thot po e bëj një hap, po marr dhe një minimum rreziku. Duke pasur besim tek tjetri, tek bashkëqytetari, ti i gatshëm që të bashkëveprosh me ta. Pra nuk ke frikë se në çdo, po themi, marrëdhënie njerëzore do mbizotroj hileja. Duke pas më shumë besim si shoqëri, patjetër që ne jemi edhe më mendje hapur pastaj për të mbështetur partitë e duhura. Se unë kam përshtypjen që shumë qytetarë në 11 maj kanë mbyllur hundët dhe kanë votuar për alternativa të këqija, që ato e kanë ditë që kanë qenë të këqija, po kanë thënë hajt ta provojmë edhe një herë se ku di unë. Mbas është era fundit që ne votojmë për Ramën apo votojmë për Berishën, e ndoshta edhe për shkak të një lloji inercie historike. Por gjërat po ndryshojnë shpejt në Savarëju. Shumë i qartë. Atëherë folëm për Berishën, folëm për Ramën, shoh shpeshherë muhabet kafenesh, për shembull muhabet rrugësh, lagjesh, thonë për Lëvizjen Bashkë që financohet nga George Soros. Ke diçka për këtë? Shoh dhe nëpër media nëse të kujtohet, domethënë e kam dëgjuar, ta kanë thënë domethënë që si tek tuk sigurisht jo për ide ose teori konspirative, le të themi. Çfarë mendimi ke për këtë çështje? Është gënjeshtër kryekput, domethënë është tërësisht gënjeshtër.
ku diun, më e besueshme do ishte të më thosh mua që jam nga Finlanda. Është gënjeshtër, ne s'kemi pas kur marrëdhënie as me Sorosin, as me fondacioni Soros, as me asgjë që ka të bëjë me Sorosin. Unë e gjykoj negativisht Sorosin sepse e konsideroj oligark. Unë kur ju kundërvijem oligarkëve të Shqipërisë, nuk kam asnjë arsye të kem simpati për oligarkët e botës. Kë mendon që financon Sorosi? Po nuk e di, fondacioni është publik, po ka OJF-ra që janë deklaruar, domethënë janë fakte publike. OJF-ra kanë mbështetur në të shkuarën Partinë Demokratike, mbështesin besoj sot Partinë Socialiste në mënyra të drejtë për drejta ose të tërthorta. Më dhe këto janë fakte publike, sepse janë dokumente, nuk është se ka nevojë të bësh teori konspiracioni për këtë gjë. Mirë, me lëvizjen bashkë, me aktivistë e lëvizjes bashkë, nuk kam pasur asnjëherë as kontakt, as marrëdhënie. Këto janë në fakt idetë gënjeshtërta që kanë dalë prej mashtruesve politik profesionistë dhe prej atyre që janë funde krye impotent politike dhe xheloz për popularitetin e lëvizjes bashkë. Kështu që mund të gjesh një të marrë aty në rrjetet sociale dhe thot arsyeja pse s'ma varin mua, por njerëzit simpatizojnë lëvizjen bashkë se ka një teori komploti aty nga mbrapa që shpjegon gjithçka. Kur në fakt vërteta është shumë e thjeshtë, njerëzit nuk shkojnë pas të marrëve, njerëzit nuk shkojnë pas njerëzve që nuk kanë pikën e reputacionit moral, që kanë shëtitur lule, partie, OJF mbas OJF-je e janë komprometuar përfundimisht. Kështu që është një nga shumë gënjeshtrat që thuhet për lëvizjen bashkë. Kjo është njëra nga gënjeshtrat. Ka gënjeshtra sa duash. Mirë po, koha i sqaron të gjitha, domethënë. Unë këtë histori që ju mbështet Sorosin, më ta kam dëgjuar për herë të parë 10 apo 13 apo 14 vite më parë. Dhe ja ku jemi ende këtu sot. Unë vazhdoj të jem rrugën e së drejtës, ata që na akuzojnë vazhdojnë të jenë rrugën e gënjeshtrës, e kompromentimit me lloj-lloj faktori. Pra deri ku është gënjeshtër? Jo deri diku, është tërësisht, po. Është tërësisht gënjeshtër sepse është si nga ato akuzat që si u ngrihet njëri e të më thot mua që ti je vrasës seriale. Ali e fare. Si ta vërtetoj unë ty që nuk jam, do ta vërtetosh ti akuzën ndaj meje. Jo unë pa fajsinë time. E prapë se prapë ne i kemi dhënë argumentet e qëndrueshme që edhe fakte dhe provat që nuk kemi as edhe një lloj lidhje, jo vetëm tani, po kur në jetën tonë si parti, si organizat dikur, jo partijake, por që organizojmë studentët, protesta e punëtorët, unë individualisht asnjëherë, përfaqësues të lëvizjes bashkë asnjëherë, kështu që është nga ato gënjeshtra që pikërisht sepse është tërësisht kështu e sajuar, nuk besoj se edhe nuk ngjit më, domethënë. Që mbas 11 majit, sa ftesa ke marrë nëpër televizione? Sa pak, domethënë, timin kur në krahasim pra me lapaj, me sheh, me këta tjerë. Kur ne kemi shumë fat si parti, mund të kemi një ftesë në javë, mesatarisht flas. Kjo është një ftesë në javë, ku ajo ftesa mund futet edhe në televizion krejtësisht periferike. Dhe unë gjatë fushatës nuk kam refuzuar asnjë lloj ftese, asnjë lloj televizioni, qoftë televizionit më të humbur lokal me 3 shikues gjithsej, sepse duke se kisha luksin për të zgjedhur, duke se kisha 10 ftesa në ditë dhe duhet zgjidhja 2-3 kryesoret. Me që kisha një ftesë në disa ditë, shkoja kudo, edhe për respekt atyre që të ftojnë, kështu që u kam shumë respekt për njerëzit që më ftojnë, kështu që i vetmi rast kur më duhet ta refuzoj është atëhere kur mund të kem 2 ftesa në të njëjtin moment, por kjo ndodh shumë rrallë. Që ka ndodh? Po shumë rrallë. Mund të jetë një rasti, të them, për shembull ditën që shpall kandidaturën për Tiranën, për kryetar bashkie, mund të ketë ndodhur që të kem pasur 2 ftesa. Pa ajo është një ngjarje që ndodh herë në 2 vjet apo në 3 vjet, pra nuk është përditshmëria politike e një partie. Përditshmëria jonë është jashtëzakonisht e vakët nga pikpamja e mbulimit mediatik. Jemi në dhjetor, unë në këtë dhjetor mund të kem dalë ndoshta 4-5 herë nëpër televizione. Hajde 6 tani, se nuk kam mbajtur shnim, po 7. Kjo është për treguar se sa pak kemi pasqyri mediatik dhe mos harroni, jemi në një periudhë shumë të ndezur politike, pa nuk është se jemi në ngushtë, ti thua në ngushtë tani s'ka as emisione, kështu që s'kam se të ftojnë politikisht. Jemi në periudhën më të nxehtë politike të vitit. Jemi në periudhën kur Lëvizja Bashkë ka organizuar 2 protesta shumë të mira para Kuvendit të Shqipërisë, kanë qenë të suksesshme, vërtet serioze, dhe paraqitja jonë televizive ka qenë shumë e pakët,
po jo vetëm shumë e pakët prania ime apo përfaqësuesve të televizjes bashkë për emisionet ku diskutohet për politikë, por megjitha pothuajse inekzistente lajmërimi i aktivitetit të televizjes bashkë. Sepse edhe më e rëndësishëm se sa diskutimi apo debat televiziv janë emisionet e lajmeve. Pse njerëzit aty informohen politikisht. Hapin atë 20 minutë apo gjysmëror shikojnë emisionin e lajmeve, aty duan të kuptojnë çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh? Jo si komentohet ajo që po ndodh. Dhe në emisionet e lajmeve nuk ke asnjë lajmërim që lëvizja bashkë do ketë protestë, nuk ke asnjë lajmërim që pas protestës që u mbajt ajo protestë. Shkaku është lohatja e rrezikut. Lohatja e rrezikut, domethënë, edhe një herë, forcimi i lëvizjes bashkë është lajm shumë i keq për oligarkët. Forcimi i lëvizjes bashkë do thotë që oligarkët Lajm trishtues. Keni parasysh njerëz që kanë vënë miliarda në mënyra të paligjshme dhe të pandershme. Çfarë reagimi do kenë nëse një parti që lufton për drejtësi shoqërore, lufton për të vërtetën, ka në dorë mekanizmat ekzekutive dhe legjislative të shtetit. Dhe ka gjithë vullnetin që ti përkrah institucionet e drejtësisë dhe të respektoj maksimalisht pavarësinë e tyre, madje ti fuqizoj ato si institucione. Është lajmi më i keq i mundshëm nga e pamja penale, sepse institucionet e drejtësisë nuk do kenë asnjë lloj pengese për të hetuar oligarkët, është lajmi i keq nga e pamja ekzekutive dhe legjislative, se jemi të gatshëm që të bëjmë ligje, ose e para të zmbrapsim ligjet që u japin privilegje oligarkëve, të pamerituara, dhe e dyta të bëjmë ligje të tjera që ndihmojnë shumicën dërmuese të shoqërisë, biznesin e ndershëm, punëtorët, profesionistët e shtresës mesme, bujqit, dhe ata sigurisht jenë në një pozitë shumë të mirë në raport me oligarkët edhe në sferën ekonomike. Pa të kemi më shumë konkurrencë, të kemi konkurrencë shëndetshme, të kemi shtet social, por të marrë vetëm një shembull. Kush do trishtohej nga përmirësimi i ndjeshëm i shërbimeve në spitalet publike? Pronarët e spitaleve private, oligarkët e spitaleve private. Ata që jo vetëm kanë marrë koncesione nga qeveria, si hemodializa, kjo e pajisjeve mjekësore, por edhe ata që përfitojnë marrin pacient dhe marrin të ardhurat e tyre për shkak se në spitalet publike ti nuk ke aparaturat e duhura, radhët janë shumë gjata, nuk ke infrastrukturën mikpritëse të duhur. Pra, imagjinoni një qeveri e cila investon ndjeshëm në spitalet publike, rrit cilësinë, ndjeshëm për cilësinë e shërbimit, rrit profesionalizmin e mjekëve, ka ilaçe nëpër spitale, ka kurat e duhura. Ky është një lajm shumë i keq për oligarkët e spitaleve private, sepse do u merrte klientelën. Mirë, po shëndeti në këndvështrimin tonë nuk është një mall i çfarëdoshëm, është një drejtë e njeriut. Pra nuk e kanë fare problem që pronari i një restoranti bën para. Qoftë para të madhe, sako restoranti respekton ligjin edhe arrin të gatuaj më mirë se të tjerat. Edhe njerëzit shkojnë aty për cilësinë e ushqimit, për atmosferën. Unë jam shumë i lumtur që pronari i këtij restoranti të fitoj. Sigurisht paguaj taksat që i takojnë mbas fitimit, po jam shumë i lumtur që ai të fitoj edhe të fitoj mirë, sepse të shkuarit në restorant duhet të jetë drejt, ku diun, themelore, Ndërkohë që shëndetësia është një drejtë themelore, por kujdesi shëndetësor duhet të takojë me cilësi të lartë gjithë dhe pavarësisht nga kapaciteti për të paguar. Unë nuk do doja që me do e mos ta konsideronim të drejtën për të shkuar në një restorant të mirë si një drejtë themelore të njeriut, se nuk është fundja. Do të thënë, ushqimi i shëndetshëm po është një drejtë themelore e njeriut, po jo detyrimisht shkuar në një restorant me muzikën më të mirë të mundshme. Aty hyn patjetër të ardhurat që ka njeriu dhe në një shoqëri moderne, sigurisht që të ardhurat shpërndahen në bazë të meritës, në bazë të kontributit që ti jep me shërbimet e tua, me punën tënde në shoqëri, pa diskutim. Po për njerëzit që kanë 300 apartamente në emrin e tyre, ç'më mendim ke? Po që nuk i kanë bërë këto apartamente me punën dhe me sipërmarrjen e tyre të ndershme, është e pamundur. Është e pamundur. S'ka shans. Është e pamundur, sidomos në Shqipëri. Një vend me kaq shumë padrejtësi, sa me kaq shumë pengesa. Sa 1000 vjet do kursesh për. Po s'mund të kursesh, mos. Nuk bën sens. Mos harro dhe diçka që çmimet e apartamenteve rriten më shpejt se kursimet mesatare të njeriut. Dhe flas për stresin e mesme që mund të kursejë ndonjë gjë, se për punëtorët e të varfrit, ata çdo gjë që marrin, madje marrin borxh që të mbyllin muajin, po flas stresin e mesme një çik më lart, që mund të kursejë ndonjë gjë. Prap, niveli i kursimeve të tyre është shumë më i pakët se ritmi i rritjes çmimit të apartamenteve apo të qirave, kështu që sot Tiranë be fjala shumë e vështirë që me punë ndershme të mund të shlyesh kredi. Mund të ketë xhepa ende të asaj që mund të quhet shtresa e mesme e lartë, që ka paga shumë të mira dhe me merit, por po ngushtohet shumë ky numër i atyre që mund të përballojnë strehimin në Tiranë. Shtresa e mesme normale dhe poshtë
vërtet tashmë është e papërballueshme që ti ta blesh shtëpinë, të marrësh, imagjino, çfarë të thonë marrësh 150.000, 200.000 euro kredi, si mund ta paguash atë me një rrogë me 2 rroga, themi mesatare që mund të jenë 700-800 euro. Nuk e shlym kurrë. Nuk e shoh, bëjmë llogari, i bie të hash, vetëm të hash bukë kos 3 vakte 4 antar familje. Po edhe po ngre bukë kos 3 vakte 4 antar familje. Shkon ca. Po të smuresh, domethënë, shi pastaj ato para që ke kursyer do duhet të çosh te mjeku. Pra nuk është e përballueshme. Bëj llogarin sa kredi do marrësh, sa të ardhura duhet të kesh më janë, pra praktikisht për shumicën ndërmuese shtresës mesme sot në Shqipëri dhe më poshtë është e pamundur blerja një apartamenti në Tiranë. Kështu ata që kanë 300 apartamente janë njerëz të korruptuar. Ose korruptuar ose korruptues. Pra këta oligarkët që korruptojnë politikanët, marrin favore si ai famshmi për keq Ergyes Agasi, si i quajnë, që i thoshte tenderi nga 2 ta bëjmë 4. Pa ku diu nga 2 milion euro ta bëjmë 4 milion euro. Në mënyrë që me një llav goja i fut 2 milion euro në xhep. Tani sigurisht nëse ti fut 2 milion euro në xhep, i blevet, ku diu sa i bie. 10 apartamente nëse janë nga 200.000 euro. Secili, domethënë, ja i kputë 10 apartamente shumë të mira, po themi në Tiranë. Por ky personazhe, këta si ai kanë vite që i bëjnë tendra nga 2-4, nga 3-6, nga 10-20 dhe pa diskutim që kanë akumuluar para shumë të madhe, një pjesë cilës unë dyshoj që e kanë çuar jashtë Shqipërisë dhe e bën dhe të vështirë procesin e gjurmimit edhe të rikuperimit, po një pjesë kanë përshtypjen që e kanë fshehur duke pastruar në për këto që thua ti, blerja apartamentesh, dyqanesh, restorantesh, vilash, resortesh turistike. Dhe prandaj thash pak më herët, institucionet e drejtësisë duhen mbështetur që të ketë më shumë prokuror, të ketë prokuror më të mirë, të ketë më shumë infrastrukturë hetimore për të gjurmuar paran. Pra, edhe për t'i futur në burg, se burgu është i domosdoshëm, si mas ndëshkimore dhe paralajmëruese për tjerët, po edhe për t'u gjurmuar pasurinë dhe konfiskuar në fund fare pasurinë, sepse është pasuria jonë. Është pasuria jonë. Ti një celular po të vjedhësh, e ta shesësh te një tjetër dhe ai personi që e ka bler nuk e di që është i vjedhur celulari. Sipas ligjit, policia ja merr nga dora këtij që e ka bler të vjedhur dhe ja jep zotit, të cilit i është vjedhur pasuria. Rregull, një celular, ku diu 500.000 lekësh, nëse e blen të vjedhur, ti ke detyrimin, hajduti të futet në burg patjetër, po ti që ja ke bler hajdutit ose pas 3 duarve që ka kaluar ai celular. Nuk e kemë do. Nuk është yti sipas ligjit. Domethënë nëse gjurmohet celulari, të merret. Edhe pse ti e ke bler, po s'ka lidhje. Ore ti e ke bler, pastaj po ja gjeti parat policia dhe prokuroria atij që të ka shitur ty, ti mbase kompensohesh. Por po su gjendën, ti ke detyrimin të kthesh celular. Jo më këta që kanë vjedhur drejt për drejt gjithë të pasuri kombëtare dhe pastaj e kanë shpenzuar dhe kanë pastruar parat me këto që thua ti. Kur mendoj që do ndaloj kjo vjedhje, për shembull, kjo mënyrë e kanibalizmit? Do një përgjigje kështu të thatë edhe të vërtet. Kur të qeverisë Lëvizja Bashkë? Kur të qeverisë Lëvizja Bashkë, kur Lëvizja Bashkë ketë paktën 71 mandate në Kuvendin e Shqipërisë dhe të qeverisë, vjedhja do ndaloj. Jo thjesht do paksohet, do ndaloj. Që përveç Lëvizjes Bashkë, çdo kush që mund vjen në qeverisje, pa diskutim do të vjedhin. Pa diskutim sepse unë i njoh partitë e tjera në Shqipëri, i njoh dhe krerët e tyre, i njoh që janë njerëz të paskrupullt, në nivele ndryshme të paskrupullësie. Ka ca që janë shumë paskrupull, ka që janë çik pak paskrupull, ose pak kështu duken. Shoh njerëz që janë gati të bëjnë çdo lloj kompromisi për të ardhur pushtet me çdo kusht, e për të përfituar materialisht me çdo kusht. Shoh parti që shpenzojnë shumë para dhe nuk i deklarojnë burimet e tyre, që do thotë kanë marrë para ose nga toka kriminale, ose nga oligarkët, ose nga politikanë tjerë të korruptuar dhe shërben si përfaqësues tyre. Dhe sigurisht këta njerëz po të vinë pushtet, do ju kthejnë borxhin atyre që i kanë mbajtur me para. Ndërkohë që Lëvizja Bashkë duke u financuar vetëm nga anëtarët e saj, ja ka borxhin shoqërisë në tërësi. Pra, nëse ti i jep Lëvizjes Bashkë 10.000 lekë kontribut në muaj, Lëvizja Bashkë nuk ka borxh ty individualisht gjë. Do kupton? Se s'ka sens. Edhe po kërkova 10.000 lekë mbrapa do ta jap unë personalisht, do them vetëm u qerroga aty tani. Ne ta kemi borxh ty si qytetar drejtësinë qeverisje, mirë qeverisjen. Sepse ti ato 10.000 lekë nuk na ka dhënë për të na bler, se s'ka kuptim të blejnë me 10.000 lekë. Na ka dhënë sepse janë ato të ardhurat që ti ke më njan, ato pak se mund të kesh më njan, dhe ka dhënë sepse ke besuar tek drejtësia jonë, te parimet tona. I ke dhënë me shpirt, si thosh. Ke dhënë me shpirt. Prandaj dhe ne jemi një parti që i refuzojmë, edhe që unë kam deklaruar publikisht që ne i refuzojmë kontributet e mëdha.
Do të thënë, në historinë tonë kam përshtypjen që Cili është kontributi donacioni më i madh mund të ketë qenë 500 euro ose $500. Më shumë jo, ha? Me sa di unë jo. Tani, okay, mos ja dal njëri thotë, po unë thash 510, po. Ky është niveli. Prafërsisht. Ky është niveli, domethënë, ky është niveli i mbështetjes për lëvizjen bashkë. Dhe unë e njoh dhe personin që ja kontribuosh që antar i lëvizjes bashkë ka një punë shumë të mirë profesionale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe që në fushatën e 23-shit, unë kontribuoj me $500. Faleminderit shumë. Përveç se kontribon dhe politikisht duke organizuar antarët tanë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra ky është niveli i Keni edhe antar po, ne antar kemi në çdo shtet të rëndësishëm tani të botës, domethënë kemi antar në shtetet kryesore. Shikoj, ne kemi antar, besoj, në çdo shtet të Evropës, edhe në shtetet e Amerikës Veriut. Me gjas duhet kemi antarë dhe nga Australia apo Zelanda e Re. Te këtu po grupe të organizuara antarësh, flasim për grupe që nuk lidhen edhe diskutojnë. Kemi në shtetet kryesore të Evropës, në SBA, në Kanada, në këtë vende po. Po në Ballkan, ku mund keni për shembull? Kemi në Kosovë, Maqedoni e Veriut. Shqiptarët Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut që janë antarë të lëvizjes bashkë, kontribuojnë fushatat tona, për shembull kur ne bëjmë s'po quaj Greqinë këtu, ose Greqinë e futa për një moment të Bashkimit Evropian, pra vendet e BE-s, ne kemi bazë shumë mirë antarësh Greqisë, sepse Greqia është një nga vendet kryesore ku ka emigrantë shqiptar. Po shqiptarët e Malitzi keni? Këtë nuk di ta them tani. Do të thënë, di sepse i kam takuar dhe kanë qenë pjesë e fushatës sonë. Antar të organizuar nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Po jo shtetas Republikës Shqipërisë. Shtetas të atyre shtetave, pra shqiptar etnik, domethënë të atyre vendeve që na bashkohen sidomos fushatat elektorale. Pra marrin një javë kohë nga pushim nga puna edhe vin kontribojnë mbikëqyrin procesin e numërimit votave bashkë me ne. Kështu këto dy shtete po. Për Malinezi, për momentin nuk e di, duhet shoh listën e antarëve për të parë nëse kemi antarë nga shqiptarët e Malinezi. Jo, më bëhet shevi faktikisht. Dhe nuk ma mori mendja që të kishe edhe në Greqi, për të qenë sinqert. Po, ne kemi bërë dhe takim para elektoral në Greqi për zgjedhjet e 11 majit. Në dy shtete që ne bëm takime, ka qenë në Athinë, Greqi dhe në Bologna në Itali, kështu që në Greqinë e Itali kemi baza shumë të mira antarësh, që janë shqiptarë të Shqipërisë. Po, absolutisht. Ndërkohë që në shtetet ku shqiptarët rrojnë etnikisht ose janë shtete shqiptare si Kosova ose pjesërisht shqiptare si Maqedonia e Veriut, kemi shqiptarë të atyre vendeve që përqafojnë idetë e lëvizjes bashkë. Ne në fakt nuk na lejon ligji sepse ne kemi mbështetës edhe shtetas tuaj që nuk janë etnikisht shqiptarë. Ligji në Shqipëri nuk e lejon që ti jesh antar me drejta, qofse nuk je shtetas i Republikës së Shqipërisë, që këta që ju them unë janë aktivistë që mbështetin lëvizjen bashkë, nonse nga pajma formale nuk i quan dot antar, sepse fatkeqësisht ta ndalon ligji për organizimin e partive politike në Shqipëri. Domethënë po kaloj tek pyetja që do të bëja para se kemi goxha kohë që shohim një si thosh ndoshta protestë le të themi ose një farë lëvizje që është bërë nga Lapa e përballë kryeministrit. Si e gjikon atë vendim? Çdo parti ka drejtën zgjedhë format e veta të personalisht do ta bënit me lëvizjen bashkë? Politik. Të njëjtën. Pra që tulesh, të flesh aty, të hash aty, apo do të kishit në mënyra të tjera? Taktikat janë ndryshme dhe taktikat gjykohen në bazë të suksesit. Pra, ndryshe nga qëllimet. Qëllimet janë drejta pavarësisht suksesit. Ti mund të kesh qëllimet e duhura dhe të humbësh. Dhe prapë qëllimet janë duhura dhe ti nuk duhet të ndarësh qëllimet. Dhe taktikat pastaj gjithmonë lidhen me suksesin. Edhe për sa i përket suksesit, deri tani u kam përshtypjen që Zoti Lapa e ka dështuar për këtë gjë. Domethënë, ti mund të rish aty, por kur nuk ta var pothuajse asnjëri përveç 10 antarëve të partisë tënde, domethënë ideja time se duhet ka qenë kjo, që ti imitoj çfarë ka ndodhur nëpër botë, që dal një ditë me karrige dhe do vi populli dhe unë. Edhe pra po thua që Lapajn po e rren mendja që po më nuk është se e them unë, po tani ajo duket, domethënë se duket 2-3 ditë e para. Ti bën një gest, që sigurisht është një gest i çuditshëm që ti si kryetar partie thot kam dalë me karrige këtu vetëm, edhe nuk jam kryetar partie, domethënë. Çdo kryetar partie që thot nuk jam kryetar partie po gënjen. Dhe po tallet me njerëzit. Mashtrues. Po tani unë jam kryetar partie dhe unë jetën publike, unë në çdo rast jam kryetar partie, por nuk mund të them në jetën publike, domethënë. Nuk mundet të edhe kur ecin rrugë që erdha këtu në podcastin tuaj,
qoftë se unë fjalosem larg qoftë me një qytetar, nuk them dot u fjalosa në jetën time private. Jo, sepse unë jam kryetar i një partie dhe duhet të sillem me përgjegjësinë që i takon një kryetar i partie. Kështu që njëri që Do të sillesh si i tillë. Njëri që thot, unë dola në rrugë si qytetar dhe jo si kryetar partie, gënjen. Mbaj mend që ka pas përdorur Monika Kryemadhin në vitin 2018 gjatë protestave të studentëve. Nga që do të infiltrohej te protesta e studentëve, por nuk ja arriti dot. Thoshte, nuk jam më kryetare e LSI-s, LSI duke të quajë atëherë. Gënjesë dhe s'ta beson asnjëri, domethënë, këtu problemi i parë. E dyta, ti mund të rrish gjithë ditën atë karrige në stola, ku diun çfarë, por momentin që nuk të bashkohen qytetarët, tregojnë që qytetarët nuk besojnë. Nuk besojnë. Nuk besojnë me qytetarët me të drejtë janë skeptik ndaj personazheve që nuk kanë më një reputacion të mirë. Personazheve që nuk duhet të harrojmë që praktikisht kanë tradhtuar zgjedhësit e tyre, domethënë u kanë kërkuar votën njerëzve dhe kanë futur familjarët e tyre në parlament. Kam përshtypjen që shumë nga ata qytetarë që mund t'i kenë besuar më herët Endri Shabanit që përmendë pak më herët apo Adriatik Lapajt, janë ndjerë të tradhtuar për një arsye shumë thjeshtë. Pritani sot. Deri në këtë pikë nuk ka ndodhur. Në historinë e pluralizmit shqiptar, unë nuk di të ketë ndonjë rast që në parlament jetë futur Tezi apo Daja apo Halla apo Xhaxhai i një kryetar i partie dhe kjo është e pa justifikueshme. Nuk ka gjë që justifikon dhe unë besoj që edhe për arsye të tjera, apo edhe për këtë shkak personazhe të tilla nuk kanë besimin e shoqërisë, kështu që se çfarë bëjnë aty ditë e natë është puna e tyre, e kanë bazë si taktik për dalë televizion, është e drejta e tyre, mua nuk më shqetëson fare, me që më pyetet ta dash mendimin tim. Vërtet, të falenderoj që marrë mendimin. Atëherë, nuk e dija ndoqe protestën e Sali Berishit për protestën e Partisë Demokratike, e ke ndjek apo? Po, është mediat më ndjek. Domethënë si e gjykon momentin kur hidhet Molotovi dhe Sali Berisha e largohet, domethënë, pra deri diku a mund ta thush të njëjtën gjë që po thu për Lapaj, mund ta thush edhe për Berishën ose për Partinë Demokratike që kanë dështuar. E thua domethënë mund të përputhen? Berisha është dështuar prej vitesh. Berisha është kryetar një partie që ka 50 ca deputet në Kuvetin e Shqipërisë dhe përpasoj ka dhe një përgjegjësi shumë të madhe. Zakonisht organizon protesta para kësaj të fundit, protestat e Lëvizjes Bashk kanë qenë më masive se ato që bënte Sali Berisha me qytetarët dhe me anëtarët e vet në Tiranë. Besoj për protestat e fundit kanë hedhur shumë para, edhe i kanë tërhequr universitetet e tyre nga çdo fshat edhe qyteti i Shqipërisë për të sjellë në Tiranë, prandaj kishte më shumë. Po thonë nëpërmjet legët, pa i kanë paguar që njerëzit vinë. Patjetër. Partitë që sjellin masa qytetarësh me autobuse, me makina, paguajnë. Prandaj ne në Lëvizjen Bashk protestat i bëjmë me qytetarët e Tiranës, me qytetarët e vendit. Mund vinë 4-5 vet nga qytetet e tjera me iniciativën e tyre duke hedhur. Sa të vinë? Duke hedhur naftë me parat e tyre, makinat nga Durrësi, nga Fieri, ndoshta nga Shkodra, po nuk është se i sjell Lëvizja Bashk. Do të thonë janë mund të jenë antar mbështetës Lëvizjes Bashk që dëgjoj për protestën edhe thot hajde 2-3 shok edhe nisemi gjithmonë me shpenzimet tona. Dhe një parti si PD-ja apo PS-ja kur bëjnë diçka të tillë, sjellin qindra në mosmira mbështetës tyre nga qytetet tjera dhe bëjnë atë që kanë bërë gjithmonë, domethënë mbajnë 5 fjalime edhe në fund është një xhiro rreth rrotull. Dhe në fund për treguar që po bëjmë ndonjë gjë më shumë, hedhin 2-3 molotov te kryeministria dhe ikin. Tani, për mendimin tim, përdorimi i dhunës politik është shenjë e impotencës. Ose më saktë. Sikur është një situatë revolucionare, por revolucionet janë të rralla në histori dhe nuk besoj që është më koha e tyre sot. Është përdorur dhuna e organizuar ose dhuna e çorganizuar, flas për revolucionin francez apo revolucione të tjera. Mirë po, në një situatë politike normale, sidomos kur tubimet organizohen nga parti politike, përdorimi i dhunës është shenjë e impotencës. Dhe aq më tepër shenjë e impotencës kur dhuna është thjesht për të bërë çik bujë. Pra ata thjesht do hedhin 2-3 molotov dhe ikin sa për pamje. Edhe ikin, nuk është se e kanë seriozisht atë që do hym kryeministrie, do bëjmë, edhe ikin për treguar që bëjmë një gjë. Ti më thua që janë vafet kohë janë. Po janë kohë, veprime po edhe një herë. Po ti krahasosh protestat e PD-s me protestat që organizojnë grupet e shoqërisë civile në Perëndim, flas sindikata, grupe politike pa qenë parti, anarkiste, ku çfarë në Perëndim, ata e kanë seriozisht ushtrimin e dhunës. E kanë seriozisht. Ata duan të depërtojnë një institucion dhe rrien me policinë.
Dhe ajo është një lloj tjetër dhune që e gjejmë perëndim, e gjejmë tek ku diun, xhaketat e verdha, si quhen ata në jelekt e verdh në Francë, është tjetër lloj logjike, ose fermerët, pa janë zakonisht grupet organizuara nga ajo që quhet shoqëri civile, pra shoqata, sindikata, grupe parapolitike, dhe aty konfrontimi është i fortë, serioz. Nuk para ushtrohet dhunë në protestat e organizuara nga partitë politike. Po nuk ndodh, është tjetër logjik, partia politike ka tjera përgjegjësi. Në Shqipëri, këtë e bën PD-ja dhe e bën në këtë mënyrën thjesht spektakolare, për pak spektakël. Arlind, a mendon që këta 12, pra po themi 12, Edi Rama, Sali Berisha janë bashkë dhe Shqipëria është një kavje eksperimentale? Ata janë bashkë sepse kanë interesat përbashkëta. Dhe kjo nuk është teori konspirative. Unë nuk po them që janë takuar para një jave në filan zyrë ose në filan shtëpia dhe kanë bërë këtë ujdi. Unë ditë them që ata kanë interesat përbashkëta. Dhe dy palë që kanë interesat përbashkëta, herët avon e gjejnë gjuhën me njëra tjetër. Dhe këta kanë pas shumë kohë për ta gjetur gjuhën me njëra tjetër dhe kanë gjetur gjuhën. Rama e Berisha, cilat janë interesat e përbashkëta? Të ruajnë duopolin politik. Dhe këtu hyn ndërhyrja në kodin zgjedhor. Ndërhyrja shpesh e tyre në kodin zgjedhor. E dyta, ti shpëtojnë drejtësisë. Belinda Balluku, Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, janë gjithë personazhe që janë objekt i punës së drejtësisë. Dhe ujdia e tyre, besoj unë, e afërt është që po i lejoj shoqëria është që të cënojnë reformën drejtësi, ndryshojnë ligjet e reformës në drejtësi. E treta, të shtojnë parat e vjedhura, drejt për drejt ose tërthorazi, përmes bashkëpunëtorëve tyre në oligarkinë ekonomike dhe ti mbështesin oligarkinë ekonomike. Pa për tre këto interesa të pa skrupullta dhe madhore për ta, ata janë në farë kuptimit të detyruar për të bashkëpunuar. Por nga ana tjetër, sa për sy e faqe janë detyruar të ndeshen. Se për ndryshe nuk i beson askush. Për ndryshe kësaj farse i vjen fundi. Që thot, sa më shumë zihen e rrihen në parlament, aq më shumë bashkëpunojnë nën ose jashtë syve të qytetarëve. Dhe madje mua më duket sikur ashpërsimi i marrëdhënieve tyre para mediave është një lloj kompensimi për ujdit e tyre të pista larg syve të qytetarëve. Pra është show. Është spektakël, sigurisht spektakël. Është tu hedhësh hi syve njerëzve. Pa ti tu pamundsosh qytetarëve të kuptojnë të vërtetën ose të vonosh kuptimin e të vërtetës që këta janë bashkë, kanë të njëjtat interesa, kanë të njëjtët oligarkë cilëve u shërbejnë. Të kuptoj, shikon, nuk e dia e ke parë faktikisht. Besoj do e kesh pas, e ka pa gjithë bota, ndodhin që Nepali pat para disa kohësh. A mendojnë që politikanët që janë këtu si thoshë po qeverisin edhe opozita e meritojnë të jenë si në Nepal, pra kur del ministri, se po e themi në kamera, pa brek në mes të lumit, i zhveshur, kryeministrit i dogjën në shpinë dhe i vollën bijuteri, ishte kjo kukulla la bubu, ishte diku tek 7.000 euro, një gjigante, do më thënë, e meriton, ose më sakt, po ta kishe në dorë ti si Arlind, po themi shtypësh butonin. Qa do bëje, si do veproje? Më duket se një nga këta vëllezërit Kennedy, se mbaj mend cili prej tyre ka thënë këtë, që ata që pengojnë ndryshimin paqësor, i japin jetë ndryshimit dhunshëm. Pra kur ja pamundson një shoqëri ndryshimin me mjete paqësore, ajo shoqëri do ta kërkojë ndryshimin me mjete dhunshme, dhe ky është rasti i Nepalit dhe raste të tjera në botë. Sigurisht, zgjedhja ime e parë është zgjedhja paqësore, pa diskutim. Zgjedhja institucionale. Zgjedhja ku institucionet drejtësisë për shembull bëjnë punën e tyre. E ku populli proteston paqësisht. Dhe ku edhe nëse përdoret dhuna është mbrojtëse. Pra, nëse ty të dhunojnë, ti i detyruar të përgjigjes. Mirë po, unë di nga historia që pastaj vjen një moment ku, si themi ne, nuk mban më ujë pilafi. Dhe aty pastaj reagimi i shoqërisë bëhet i dhunshëm. Po jo se organizon një parti, as se dëshiron një parti, po bëhet pashmangshmërisht i dhunshëm. Do doja të mos vinte ky çast. Do të zgjidhin punët përpara se njerëzit pastaj të përveç se të ndëshkonin dhunshëm. E thënë fillim. Ata që kanë shkelur besimin e tyre, pastaj edhe të se mos harro diçka, kur ka një thyerje të madhe edhe të dhunshme, kam frikë se digjet dhe si thonë sa i njohim me thatin. Ne kemi përvojë 1997 në Shqipëri. Edhe atëherë populli vidhej përmes skema piramidale, edhe atëherë qeveria ishte e dhunshme.
dakord, por a mund të themi që ishte mirë që u shpërbë shteti, njerëzit morën armët, por ama, dikush më thotë ishte pashmangshme, dikush mund të thotë që kush mban me ujë pilafi, askush nuk pyet me askënd, dhe njerëzit, mos harro diçka, populli është sovran. Çdo më thon sovran, është bartësi i pushtetit më të lartë të padiskutueshëm. Dhe populli në instancë fundit është i vetmi subjekt i pagjykueshëm e pamje historike. Është i pagjykueshëm, ti nuk ke një entitet më të lartë se populli për të gjykuar popullin. Çdo institucion është i gjykueshëm nga këndvështrimi i popullit. Çdo parti politike është i gjykueshme nga këndvështrimi i popullit. I vetmi që është i pagjykueshëm është populli. Kështu që kur populli del në rrugë dhe bën atë që është në pal, thjesht gjërat pranohen, kuptimin. Pavarësisht ti do doje që të kishte ndoshta një alternativë, së themun, më paqësore, gjërat thjesht duhet pranohen. Unë uroj që ne të kemi fuqinë që t'i sjellim ndryshimet në mënyrë paqësore. Unë i politikan të korruptuar të dashon në burg. Nuk është se më gëzon fakti që të linçohet në rrugë, apo ta rrajnë, apo ta nxjerrin me të mbathura. Unë dua ta shoh në burg pasi procesi gjyqësor, të drejtë, të paanshëm, letri gjithjetër në burg, siç e meriton shumë prej tyre. Nëse do të ishte për ndryshim, si mendon, domethënë, nëse do të ishte e zemë sikur e shtyp Arlind Qori butonin dhe Nepali ndodh këtu. Por qeveria që është aktuale, si thosh, nuk është më dhe Shqipëria do të bëhet më e mirë, si na i the këto statistikat edhe pra që nëse një qeveri e re vjen në këtë mënyrë si Nepali nuk është diçka e mirë, edhe seriozisht nuk është, por nëse do të ishte për të mirën e shqiptarëve. Po themi, nëse populli e bën atë gjë, thjesht e bën, ky është fakt, duhet ta marrësh konsiderate dhe ndërtosh diçka mbi atë. E rëndësishme është që institucionet ndërtohen në mënyrën e duhur. Një qeveri mund bie dhe me një revolt masive. Mund mos kapen e të linçohen pushtetarët, por mund ta rratisen. Dhe shumë mirë do ishte që populli në rrugë del, proteston, përplaset, në fund fare i detyron të korruptuarit ta rratisen. Ama shumë e rëndësishme që ata që do i zëvendësojnë të rratisurit të vinë pushtet si rezultat i zgjedhjeve, i procesi demokratik. Pra mund të rrëzohet me këtë, po themi, mllefin popullor të këqilt. Por ata që duhet i zëvendësojnë, duhet vinë pas zgjedhjeve që janë konkurruese, që janë drejta, që janë të barabarta, që janë të lira, dhe jo thjesht kalërojnë mbi këtë mllef popullor dhe thonë ne jemi tani pushtet mbajtësit. Kush zgjodhi ty? Shumë e rëndësishme, atë zgjodhën ty, sepse populli u doli në rrugë për të rrëzuar këta, po jo detyrimisht për të vënë ty. Nëse populli do i zëvendësoj ata me ty apo me një tjetër si ty, apo ndryshe nga ty, do duhet kemi zgjedhje të lira, të ndershme, të barabarta, ku partit konkurrojnë. Këtë duhet të them. Pra meraku im është që legitimiteti i atyre që zëvendësojnë të korruptuarit të jetë demokratik. Unë nuk dua që Lëvizja Bashkë ta marrë pushtetin nëpërmjet dhunës. Nuk e pranoj këtë gjë. Ose që Lëvizja Bashkë ta marrë pushtetin sepse i hedh helikopterin në një shteti tjetër aty dhe thotë, hajde, qeverisni ju. Pra absolutisht në atë mënyrë jo. Ne duam që qytetarët na vot besojnë masivisht, pra shumica e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë të votojnë për Lëvizjen Bashkë dhe vetëm me atë kusht ne të qeverisim. Çdo alternativë tjetër është e papranueshme sepse bie ndesh me etikën tonë politike, me parimet tona politike. Për Gjergj Lucën, çfarë mendimi ke? Po është një nga këta oligarkët e, po themi, e ekonomisë shqiptare, që ndryshe nga oligarkët e tjerë ka edhe profil publik. Nga 1 tek 10 sa servil është? Ky bie 1 është shumë servil apo jo, 1 është më pa. Po sa kohë është përfituesi, po themi, nga vendimet qeveritare bie 10 ato, domethënë. Plus është nga propagandiusit kryesor të Edi Ramës. Jo, veçoria e tij është që ndryshe nga oligarkët e tjerë që as din të flasin, as din të komunikojnë, ka përshtypjen ky ka qenë aktor, me profesion, është edhe komunikues publik, pra del bën qyfyre, kështu mediatike. Ajo që më ka bërë përshtypje është që instrumentalizon punëtorët, domethënë tani. Ato punëtorët e shkreta që punojnë nëpër sipërmarrjet e tij, çku sur kanë tani që të bëhen figurant në mesazhet kinematografiko-politike të Gjergj Lucës. Punëtori shkon aty të punoj, duhet punoj sipas duke i gëzuar drejtat që i jep kodi i punës, të ketë orën e pushimit, i paguajnë siguracionet, të marrë pagën e duhur,
Dhe ç'pun ka tani punëtori që djeg nga mbrapa pronarin, sepse po pronari do të bëj një film të vogël. Ç'lidhje ka? Le të marr shokët e vet, çfarë do të bëj? Film marr, jo njerëz që ka nën hyçën, pra njerëz që ka pushtet mbi ta. Le të marr kalamajt e vet, familjarët e vet, shokët e vet, edhe le të bëjnë kinema që duan të japin mesazhe, por punëtorin ti të marrësh njerëz me uniformë, që janë punëtorët e tu, që ti ke një farë kuptimi bukën e tyre në dorë, sepse mund të heqësh nga puna në çdo moment. Kjo është e padejtë, unë kam përshtypjen është e paligjshme, domethënë, po të kishim ne një inspektorat pune serioz, që ta bënte punën e vet, bënte hetimet e duhura, do të gjente, kam përshtypjen unë, shkelje të drejtave në punë. Po, Shqipërinë institucionale e ka marrë ferra uratën, kështu që aq shumë shkelje në drejtat në punë sa që këto duken pakojgjë, domethënë, këto duken, po këtu bien punëtorët nga skela, vdesin minatorët, gjymtore. Është bë normale, kjo duket një gjë luksi, domethënë, kjo duket a ke kohë ti që merresh me këto gjëra, por tregon marrëdhëniet e punës në Shqipëri. Faleminderit Arlin. Kemi ardhur tek pjesa e fundit e podcastit, faktikisht kjo është një pjesë unë e bëj me çdo të ftuar, është një tip loje. Edhe domethënë bazojmë tek i ftuarim, kupton? Pra nëse është një futbollist, kisha Alban Hoxhën e pyeta për futbollin. Ty do të pyes për politikën, se për tenisin s'mund të pyes, kupton? Apo në tenis s'merresh. Në vitet 90 e shija shumë tenisin edhe isha fan si Boris Beckerit, po tani jo kam shumë vite që nuk e ndjek. Kuptoj. Atëherë loja është, unë do të them 10, faktikisht janë 11, se kam shtuar janë 11 politikan meshkuj dhe 5 femra. Ti do m'japësh notën nga 1 ke 10 për gjithë secilin dhe do m'i përshkruash vetëm nga një fjalë. Pra nëse 1 e 10 ku 1 është keq. Po 1 është keq, 10 është mirë. Pra nëse unë them Arlin Qori 10 nga 10 edhe është i zgjuar, po themi. Thjesht po marr shembull, kupton? Okej. Hajde ta provojmë. Adriatik Lapaj. 1 është shumë keq, 10 është shumë mirë. Okej, ta lëm 2 atëherë. Edhe një fjalë, domethënë. 2 edhe vetëm një fjalë, një përshkrim, një i zgjuar budalla. Unë e kam thënë edhe më herët që është ndoshta mishërimi i sharlatanit politik, domethënë. Dhe sharlatani është si ai puna e thonjzat i mjekut popullor që e heq veten si kurues kur në fakt bën të kundërtën. Edi Rama. Njëshi bie, domethënë, politikan i korruptuar dhe abuziv. Endri Shabani. Pa edhe ky te dyshi aty është pjesë e sektit. E karagjozllëkut politik, domethënë. Edhe më herë, jo tani, domethënë. Endri dhe shok Karagjoz kanë qenë edhe përpara kur merresh me politik, sa kohë nuk linin gjë pa bërë, koalicion pa u futur, intrik pa organizuar. Dhe kjo pastaj mos harroni, domethënë, unë i kam quajtur Karagjoz këta personazhet politik kur bën këtë listën me Hall dhe me Dajo. Edhe ata dilin publikisht e i quanin kritikët e tyre budallënj, budallënj, se kuptoni logjikën tonë. Edhe ja erdhi dita që në fakt budallënjt ishin ata që gatuan atë çorbë edhe tani janë detyruar ta hanë. Ilir Meta. Edhe ai ke njëshi, politikani korruptuar, abuziv. Ervin Saliani. Te dyshi fuz gjithë thau që janë pa ndonjë peshë politike. Erjon Veliaj. Te njëshi edhe ai politikan fundet. Sali Berisha. Edhe ai njësh, domethënë në kuptimin e keq të fjalës. Kuptoj. Fatos Nano. Shiko, tani kur njerëzit nuk janë më sigur duken më mirë, po unë dua të qëndroj konsekuent parimeve të mia, dhe unë e di që kur Nano ishte në pushtet me të drejtë qytetarët e konsideronin kryeministë të korruptuar dhe të papërgjegjshëm, kështu që njësh ai si Berisha me Ramën. Pra dhe Fatos Nano njësh. Pa diskutim. Okay. Tani mundet, po them edhe herë, mundet kjo që them unë sot, nga që Nano ja ka kohë që s'është pushtet, mund të vi hidhur ndonjëri do thotë, "Ara, pse merresh me Nanon?" Po unë kam qenë i rritur kur Nano ja ka qenë kryeministër. E ke përjetuar domethënë. E mbaj mend edhe një tragjedi që ndodhi me ca shqiptar të shkretë që vdiqin unë përmbys skafi duke shkuar në Itali, edhe Fatos Nano ishte kryeministër aso kohë, duhet të qenë viti 2004 mos gaboj. Edhe ai mënyrë të papërgjegjshme rrinte vazhdonte në Greqi atë brithe buzuqeve të Greqisë, ndërkohë që nuk e di 15 apo 20 shqiptarë. Si bën të vonë fare domethënë. Si interesonte fare ajo punë, ishte në Terezinë e vet. Plus që një kryeministër që ka dhëna sa duash që ka qenë i korruptuar, e ka ushtruar detyrën e tij në mënyrë të korruptuar. Pra njësh, Fatos Nano njësh. Pa diskutim. Pandeli Majko. Tani Pandeli u shkret. Më shumë se këta besoj ti vesh, a? Po, shiko. Na njësh, na i dysh. Po njësh jo, sepse nuk, domethënë, edhe kur ka qenë kryeministër ka pas çelësat e kashtos, nuk është se ka pas në një gjë të madhe në dorë. Pra ka qenë një figurinë që e vinte Fatos Nanoja hera herës, ose Ilir Meta, kur nuk donin të ushtronin, ose nuk u leverdiste të ushtronin pushtetin e tyre politik.
Është një personazh pa peshë politike. Çfarë numri ti vës, domethënë, çfarë numri ti vës? Domethënë bëra gabim unë që e futa në listë. Po është si thua një njerëz që duke mos pas peshë politike, mendoj unë. As sot, as në të shkuarën, pra edhe mund të ketë qenë ndoshta kryeministri më i parëndësishëm në kuptimin e peshës që ka pasur, jo kohës që ka qeveri, po peshës që ka pasur në historinë e pluralizmit shqiptar. S'dia çfarë ndodhet i vë, domethënë. Ju kërkojnë ndjes që e kanë futur në listë, nuk ke përsëris më. Sokol Ulldashi. Po edhe këtu nuk vendos dot në një notë. Sokol Ulldashi nuk e di, ka qenë ministra, apo jam i sigurt për këtë gjë. Ka pas mbajtur, duket po ka qenë ministër edhe duket dha dorëheqjen për të kandiduar kundër Edi Ramës 2007. Kam shumë ka qenë për pak kohë ministër dhe nuk as e mbaj mend kohën kur ai ka qenë ministër për të dhënë një gjykim për sa i përket korrupsionit dhe nuk dua tani të nxitohem për të dhënë një gjykim. Ka pas mbajt një fjalim të mirë dikur në parlament ku thoshte praktikisht pranonte fajin, thoshte ne gjitha si parti, thoshte PD-ja po se ja blejmë vota e pra teknikisht është më lart se këta tjerët. Po, mund ta gjykoj paktën për këtë lloj ndershmërie politike në fundin e karrierës vet, mund ta gjykoja më lart, por nuk din të thon drejtën çfarë ndodhet i vë, domethënë, nuk sepse do duhet ta mbaja mend më shumë kohën kur ka qenë ministër. Dhe me që nuk e mbaj mend kohën kur ka qenë ministër, kam frikë që nota ime do ishte e padrejtë. Por kur Edi Rama, Sali Berisha praktikisht paravendosi Lulzim Bashën për kryetar të PD-s, ai ka mbajtur ca qëndrime dinjitoze politike. Ka mbajtur edhe një fjalim që her pas here del në rrjetet sociale në Kuvendin e Shqipërisë, që u thot partisë vetë dhe Partisë Socialiste që praktikisht boll vodhëm dhe boll abuzuam. Një lloj mea culpa kolektive, që se di sa e përfshin dhe ata individualisht, por Hajduti sinqert. Po nuk di ta them pra sepse nuk di, duke mos e mbajtur më kohën kur ka qenë ministër, nuk dua të jap një notë nxituar. Okej, po e lejmë kështu. Enver Hoxha, i fundit tek meshkujt. Po të njëshi do e fusja prap, domethënë, Edhe Enver Hoxha njësh. Po, sepse shikoj, po nëse do ta përshkruajmë me tek fjalë, vetëm me një fjalë pra. Po është diktator. Po praktikisht nuk po them asnjë gjë të re sepse ata e pranonin që ishin diktaturë. Vetëm se ata pretendonin se ishin diktatura e proletariatit, domethënë, dhe e proletariatit dhe e fshatarësisë. Pra mendonin që ishin diktatura e shumicës mbi pakicën, ku në fakt mendoj që ishin diktatura e pakicës mbi shumicën. E në fund fare, ai regjim degradoi fare si diktatura e një personi. Ka pas një Trotski, një nga kritikat shumë të hershme që ka pas për Leninin, as për Stalinin, por Leninin përpara thoshte që vjen një moment, thoshte ai, ku Komiteti Qendror zëvendëson partinë, byroja politike zëvendëson Komiteti Qendror dhe kryetari apo sekretari i parë zëvendëson byron politike. Praktikisht pra një njeri merr pushteti që do ta kishte masa e gjerë dhe trupat e veta përvajsuese, kështu që Enver Hoxha sa kohë ka qenë diktator, edhe diktatura ka qenë e ashpër në Shqipëri, domethënë, edhe ka zgjatur, është një lloj stalinizmi që ka zgjatur për gati 40 vjet, pak në aq sa ka sunduar drejt për drejt Hoxha, pa diskutim hyn te njëshi. Po gjithsesi e shkuara ka pas probleme tjera, nuk besoj që korrupsioni ka qenë problemi kryesor, ka qenë dhuna politike dhe izolimi problemet e asaj kohe, ndërkohë që problemet e kësaj kohe janë më tepër korrupsioni, vjedhja, plaçkitja, kompromitimi i shtetit, degradimi i arsimit e i shëndetësisë. Kështu që duke qenë epoka të ndryshme, sisteme ndryshme politike shoqërore, edhe vlerësimet janë të ndryshme, ndonse në fund nota mund të jetë e njëjtë. Kuptoj, kalojmë tek femrat, Belinda Balluku. Një notë, një përshkrim vetëm me tek fjalë. Të njëshi, sepse është politikanet, duket sheshi që është fund e krye korruptuar, mos ka diskutim. Elisa Spiropali. Po do e fusja dhe atë të njëshim tepër për shkak të qesharaksisë të përfaqësimit politik. Sepse unë vërtet e konsideroj servilizmi problem shumë të madh politik. Po është edhe njët servilizmi problem. Është njët, po politikisht është pastaj edhe më problem, sepse kur e servil jetë i bën dëm base shumë pak njerëz për jetën private. Ndërkohë që servilizmi politik ka pasoja, mund të ketë pasoja të rënda. Dhe po ashtu, humbja seriozitetin politik për mua është një gjë e përçmueshme. Zonja në fjalë shquhet për keq me dokrat që ka kputur edhe në funksione të larta shtetërore.
Dëveç ti thuash njeriu politik kaq kompromituar dhe të korruptuar si Edi Rama, ta quash një Skënderbej të dytë është ç'të them unë. Mos pritë zot. Do të thënë ku qesharaksia barazohet me korrupsionin. Domethënë skandali Një që kombinim- prodhon në ndërgjegjjen e qytetarit normal. Këto gjeste qesharake dhe kjo lloj nëpërkëmbje e autoritetit, shtetit dhe institucioneve është vërtet për të vënduar në kokë. Kështu që ndonse për zonën Spiropalit pak drejtari nuk ka aq shumë të dhëna korruptuese si për Belinda Ballukun, pra. Do të thënë patjetër ajo duhet të jetë korruptuar, po do të thënë sot ka dosi për Ballukun, drejt për drejt. Unë pra do ta fuset e njëjshëm, pa diskutim. Jorida Tabaku. Po gjitha politikanët e kompromentuar që nuk janë rresht parë do të rendisja tek e dyta. Tek e dyta sepse po them edhe një herë, ti nuk mund të jesh i mirë duke i shërbyer të këqijve. Nëse ti shërben Edi Ramës dhe Sali Berishës se mos funksionet larta drejtuese, do thotë ti ja ke shitur shpirtin e djallit. Ja ke shitur shpirtin e shejtanit. Pa pikë e diskutimit duke i shërbyer aty shërben dhe oligarkisë Shpreh do hidhen TikTok ekonomike. burgë shpreh. Nuk ka, nuk mund të jesh një fytyrë pastër që u shërben fytyrave të pista. Ka tek këtu politikan establishmente e vjetë politik që duan të fitojnë një pikë morale duke thënë po ne jemi të pastër individualisht, ti s'mund të jesh i pastër individualisht. Si mund të jesh i pastër individualisht duke i shërbyer po them herë Edi Ramës dhe Sali Berishës. Është e neverisme të japësh dorë natyrisht, është e neverisme të ndash një mjedis me ta, një zyrë, një dhomë. Kur ti e di çfarë kanë bërë, lere më ti jesh bashkëpunëtor i ngushtë i tyre. Tim ka diskutim kjo. Besoj është Albana Vokshi, po besoj të njëjtin. Pa njëta gjë si për Jorida Tabaku, s'ka një ndryshim. E fundit tek femra dhe pastaj është një pyetje e fundit dhe e mbyllim podcastin. Ogerta Manasiliu. E njëjta gjë. E njëjta gjë. Okej. Ministra e Ramës. Pyetja e fundit. Cilët janë 3 politikanët që do t'i shpëtoja nga burgu? Pra ata janë burg dhe ti do të 3, do më japësh Që janë në burg dhe të shpëtoja. Domethënë që do të gjë, domethënë që është një asnjë. Kjo janë burg, problemi ynë është që shumë nga ata që meritojnë burg nuk kanë në burg. Nuk është se kemi të pafajë. Shqipëria nuk është se është një shtet ku burgosen njerëzit për idetë e tyre. Nuk kemi Afrika e Jugut që burgosen Nelson Mandelën, apo Çekoslovakia që dikur burgoste Václav Havelin. Jemi vend fundi krye i korruptuar ku shumica dërmuese atyre që janë aktiv në politik janë kandidat serioz për burg. S'ke kë shpëton nga ata që janë aty. Përkundrazi duhet fusje shumë më tepër të tjerë brenda. Pra ata që janë burg më mirë të rinë aty dhe të kalin. Po të rinë. Të japin llogaritë të rinë aq gjatë sa është dëmi i tyre. Unë nuk jam as gjykatës as prokuror, po do doja shumë që të gjykoheshin drejtësisht, pra të tapsonin aq dëm sa kanë bërë sipas ligjit të Republikës Shqipërisë. Fatmirësisht ne nuk kemi dënim e vdekje, them fatmirësisht sepse nuk besoj të dënimi e vdekje. Janë për respektimin e jetës së çdo njeriu, edhe të më të keqit. Nuk janë për t'ia marrë jetën askujt. Kështu që pastaj dënimi me burg sipas fajit, sipas provave për të gjithë në mënyrë të barabartë. Pa toleruar askënd, pa ngarkuar askënd më shumë se që takon. Arlin, të falenderoj që ishe pjesë e ime sot. A ke diçka për të thënë pra një përshëndetje se diçka para se ta mbyllim episodin? Unë të falenderoj për ftesën, për mundësinë, për bisedën, edhe dua të them që dal nga kjo bisedë vërtet i kënaqur. Ftesën tënde e pranova për korrektësi qytetare, po ta dija që do na shkonte biseda kaq mirë, do të thoja unë ty kur do marrësh në podcast. Kështu që të falenderoj edhe një herë dhe të uroj punë të mbar në besoj që edhe ky është një lloj misioni, domethënë që përmes personazheve të dilet tek të vërtetat të rëndësishme të jetës publike. Arlin, të falenderoj nga thellësia e zemrës. Shikues, shumë faleminderit që ndoqët podcastin me Arlin Qorin. Besoj t'ju ketë pëlqyer dhe jam i bindur që do t'ju ketë pëlqyer sepse unë jam një person që gënjeshtrat nuk e kam qef. Ju që më njihni personalisht e dini shumë mirë çfarë tipi që kam. E falenderoj edhe një herë Arlin Qorin për prezencën e tij tek podcasti im dhe ju uroj gëzuar vitin e ri sepse për këtë vit 2025 nuk do të kemi më episode të postuara. Shihemi në episodin e radhës dhe deri atëherë mirë takofshim.